tutje prokurori Shala i lë hapësirë avokatës Berisha për të folur sërish me palën për t'i kërkuar më shumë para, mirë po thot se për vete nuk do më shumë, ndërsa kur avokatja Berisha i thot se nuk do të kërkoj para të tjera nga pala të cilën e mbron, si dhe nuk do ta njoftoj për shumën e dhënë prej 350 euro, prokurori Shala shprehet i kënaqur duke thënë shumë pastër kjo. Në këtë bisedë, ai tregon se si e kanë komentuar edhe veshjen e shtrenjtë të palës së dëmtuar. Po dim në ata që deklaroj, edhe më sënë ai kype një zotari, jo për një të sënë se këta nuk të konë, adhe që shte kaj që më galon porë, nuk të konë së më përshivo, pishota këto se janë që këtos... Unë nuk e di me thonë drejten komplet, edhe shka se ati për një kalzu, për një morë, ti apo fshet, më nuk tu. Jo, unë e kom kryt edhe unë e kom kryt dhe në fund procedurës me që to, se unë e për seanca, kur këtë dhe takuza, shkoj me marrëveshje, që të morën vesh. Për këtë rast s'ka lidhje se unë që t'ja morën vesh dje. E tashti unë asë më nuk më thonë me emër prokurorit asë për punën tem. Po, punën tem shumë posta kjo. Adin shumë posta. Për seancën, për ata, për ata. Po, ja. Mi që thamë shkorta ishë asien që tha këta e në tranzishmë. Ja, nuk thamë rëzim, bëta. Unë e sot kanë faleminderit avokatë, e kujtën pagesën e vetë, dhe në fund procedurës me mu, ditën e mirë. Thuja, ti shave kuta si e thej mosi se... Jo, unë e tash mi qua dhe ndërmjetësim, kur t'jen ekspertiza, se nështë ta pajtohen në primi leti. A i tha, po e lam, kur t'jen ekspertiza me arë. Qështë të prokurori? Prokurori Shala duke i pranuar parat, thot se nuk është se shpirti i ka mbetur në to dhe uron që tua shohin hajrin, ndërsa avokatës Drenush Berisha i lë derën e hapur për të vazhduar bashkëpunimin korruptiv, duke i treguar edhe shtëpinë se ku banon. A di qysh, jo pinon, nuk o puna që na kam jetë shpjetën që to, e krim posta, Kalop shmirë, falemderit. Se di shpinë. Të o kryqi atë, ta shtë të o kryqi tjetër, që e rrugë që bërta. Edhe këtën, restoran k***e i si ka 100 metra atë me këtë tonë. Rrugën që këna unë shkën bani, së qime. Hajde me mirë. Hajde të unë këtë mirë. Falemderit. Betimi për drejtësi ka tentuar të kontaktoj dhe me SG, mirë po nuk ka arritur. Pas këtij takimi, prokurori Shala kishte ngritur akt akuzë ndaj të dyshuarit SG për kryerjen e veprës penale lëndim i lehtë trupor, bazuar në akt akuzën e tij. Gjykata themelore në Prizren kishte marrë akt gjykim duke e dënuar të njëjtin me gjop prej 400 euro. Ndaj këtij akt gjykimi, Shala nuk kishte ushtruar ankesë në gjykatën e apelit për rritjen e dënimit, kësaj duke përfunduar procedura me kaq. Mirë po parave që dikur uron të tuashin të hajrin, 3 vjet pas, u bën shkas që këto të ishin momentet e fundit që do të hinte në zyrë si prokuror, para se të përfundonte me pranga në duar si i dyshuar, deri në një vendim tjetër të organeve të drejtësisë.